Ti je single apo i martuar? Jam single. Ti je bërë baba në një moshë shumë të re apo jo? Po, 4 ditë para se të mbushja 24 vjeç. 24 vjeç baba. Njohem nënën e tij shumë i ri, në moshë shumë të re. Universitet. Dhe kaluat romancën tuaj 6 vite histori? Po, 5 vite e pak, 6 vite. Dhe pastaj u ndat, mbasi djali lindi. Po. Çfarë ndodhi? Do thoja që ne duheshim si fëmijë, sepse ishim fëmijë kur u njoftëm, fëmijë u dashuruam dhe kur u bëm të rritur, nuk duheshim më që është një lloj ndeshmërie në pranimin e një situate dhe më mirë ta nxjerrësh konkluzionin sa më shpejt dhe për të mbrojtur fëmin se sa ta tërheqësh zvarr për një kohë gjatë dhe dëmtosh edhe marrëdhënien personale, por sidomos fëmin, ekuilibrin dhe shëndetin e fëmijës, do thoj. Djali është një dhuratë shumë e madhe që la ky raport në jetën tënde, po çfarë mbeti nga ajo grua në jetën tënde, nga ajo vajzë? Po mbeti një respekt shumë i madh për atë që kaluam, për atë çka krijuam bashkë edhe për rrugtimin e djalit, se djali tashmë po mbush 12 vjeç, i ka mbushur 12 vjeç, shkon drejt 13 vjeç, edhe mbetet gjitha marrëdhënia që ne kemi krijuar bashkë për t'i dhënë atij kushtet më të mira që të bëhet një fëmijë i mbar, një fëmijë i lumtur, një fëmijë i gëzuar pa problematika që mund të njohë një fëmijë në një rrethana të tjera. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.